Peshkatarët shpesh herë gjatë peshkimit hasin në rrjeta ilegale për kapjen e peshqve. E të tilla raste janë prezente edhe në komunën e Gjakovës, ku kryetari i shoqatës së peshkatarëve në Gjakov tha që rojet kanë kryer punë të mirë në këtë aspekt. Ka sukses, edhe pse na si vjet, por ja 2 vjet a 3 vjet sa na kanë mbledh rrjeta që i kemi konfisku, si vjet i kemi azhësu, parafesisht gati ja 300 rrjeta. Janë azhësu, janë edhe fotot, i kemi po fotot. Gjepa tutje shtoi se rojet edhe pse bëjnë punën vullnetare, ata janë çdo ditë në terren. Ata janë faktikisht kanë kalu si rojet federative, FSPR-kës, domethënë në pajisur me uniforma me begje, domethënë në përgjithësi me FSPR-kës. Punojnë domethënë për çdo ditë janë në terren, edhe me ato mundësitë aty nëse kanë mundësi në bashkëpunim me policinë. Domethënë kanë arritë që domethënë në përgjithësi ka sukses. Shoqata Aeroniku është vazhdimisht në koordinim me organet e sigurisë për trajtimin e rasteve të peshkimit ilegal, raste të cilat janë duke u zvogluar për shkak të vetëdijësimit të peshkatarëve për të pajisur me leje. Sportin, mbrojtjen e natyrës, edhe tjera domethënë këtu shërbime shkajnë